Viti 2025 është karakterizuar me suksese të njëpasnjëshme për klubin e boksit Sport Center, si dhe për Muay Thai, ku klubet janë dekoruar me mirënjohje nga Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nga Federata e Boksit të Kosovës. Kështu u shpreh kryetari i klubit Halil Kurhasku, duke treguar edhe për më të dalluarit e vitit. Në vitin 2025, klubi i boksit Sport Center edhe i Muay Thai kanë pasur suksese të njëpasnjëshme, gjë që edhe në fund të vitit jena shpërblyer si nga DKRS-ja e Gjakovës, ashtu edhe nga Federata e Boksit të Kosovës. Komuna e Gjakovës, gjatë shpalljes së laratit të vitit, te ne i ka përfshirë, domethënë Taulant Jakupin, ka qenë edhe Drejlan Thaqin, domethënë si ndër më të suksesshëm të komunës. Gjithashtu, si klub jem shpall, klubi më i suksesshëm i vitit në komunën e Gjakovës, klubi i boksit, dhe trajnerët domethënë më të suksesshëm Lek Ramoja dhe Leonard Hoxhaj. Dhe referi i vitit që është Filip Nua. Domethënë gjitha këto janë përfshirë si dëshmi që suksesi nuk ka munguar. Po ashtu edhe nga mos harroj të ceki nga Muay Thai, ka qenë Dominik Ndreca, i cili ka pas një sukses mjaft të mirë vitin e kaluar, dhe Enes Kurhasku, të cilët edhe ata janë shpërblyer me mirënjohje për kontributin e dhënë gjatë vitit 2025. Kurhasku tregoi se Federata e Boksit të Kosovës ka shpallur laureatët e vitit, ku vlerësua Taulant Jakupi në kategorinë e seniorëve, Flori Tarani në kategorinë e juniorëve dhe në kategorinë shkollar Drejlan Thaqi. Po ashtu në fund vitit, edhe Federata e Boksit të Kosovës ka shpallur laureatët e vitit, ku në mesin e tyre prap ka qenë Taulant Jakupi në kategorinë senior, ndër më të suksesshmit. Në kategorinë junior ishte Flori Tarani, ndërsa në kategorinë shkollar Drejlan Thaqi, i cili u shpërblye edhe me kupën si shkollari më i suksesshëm i vitit 2025. Po ashtu edhe kam marrë si punëtori sportiv i vitit në Federatën e Boksit të Kosovës. Ndërkaq Kurhasku tregoi se vetë sukseset tregojnë se puna e trajnerëve dhe stafit të klubit të boksit dhe Muay Thai është e vazhdueshme, duke treguar se me organizimin e Federatës së Boksit, të dielën bëhet turneu ndërkombëtar Pavarësia, ku do të marrin pjesë Taulant Jakupi dhe Flori Tarani. Vetë fakti i gjitha këtyre sukseseve tregon që puna e trajnerëve në përgjithësi stafit të klubit boksit dhe Muay Thai jem duke ja krijuar kushtet maksimale sportistëve që suksesit mos të mungojnë. Po ashtu si vjet shpresojmë që do të jetë vit edhe më i suksesshëm, ku do të fillojmë tani diellin që të vjen. Federata e Boksit organizon turneu ndërkombëtar Pavarësia, ku pjesëmarrës do të jetë Taulant Jakupi dhe Flori Tarani, që shpresojmë të fillojmë një vit të mbar me suksese edhe këtë vit. Ndërkaq bokseri Taulant Jakupi u shpreh se përpos lëndimit në vitin 2025, përzgjedhja nga Federata e Boksit se seniori i dytë më i mirë është shtys për suksese të reja. Viti 2025 për mua ka qenë pak një vit i vështirë, sepse kam pas një lëndim, por në fund të vitit, është bërë përzgjedhja sportistit vitit dhe unë jam përzgjedh nga Federata e Boksit, seniori i dytë më i mirë, dhe ky çmim për mua është një shtytse e madhe që të vitin 2026 të vazhdojmë në suksese dhe më të larta. Ndërkaq nga klubi i boksit Sport Center u tha se klubi mirëpret të gjitha moshat, duke filluar nga mosha 5 deri në 6 vjeçare e deri në moshë madhore.